Miliber Ramadani kalon shenjën e tij si protagonist në javën e parafundit të serisë A, pasi me një gol të shkëlqyer i dhuroi suksesin 1-0 Lecces ndaj Torinos, një sukses që mban ekipin në garën për mbijetesën në Serinë A, si të kthen në qendër të vëmendjes përsëri me Sushorin, i cili kishte humbur vendin e titullarit. Pas kësaj ndeshjeje nuk kanë munguar të luftatat për Ramadanin, mes të cilave ajo e trajnerit Marco Giampaolo, por edhe gazetarit të njohur italian Fabio Caressa. Ky i fundit, duke zgjedhur formacionin më të mirë të javës, ka vendosur në mesfush pikërisht Ramadanin. Zgjedh Ramadanin pasi në një moment vendimtar të kampionatit, ku shënon gola vendimtar për objektivat thelbësor siç është mbijetesa, e meriton këtë vend. Ai ka pasur gjithmonë gjuajtjen nga distanca, jo gjithmonë gjen portën, por kur e gjen, i mundsoi skuadrës së tij të fitonte këtë ndeshje, argumentoi Caressa zgjedhjen e tij me Ramadanin.